6 antarë të familjes Gërbeshi në Vushtri i kanë 14 raste të hapura në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Kur ka me marrë masa shtetit që qytetarët e Vushtrisë me jetu të lirë edhe pa frikë prej këtyne grupeve. Premten u arrestu prej policisë edhe Arianit Gërbeshi, 19 vjeçar, i cili po dyshohet që me motor me 4 rrota e ka ndjek nga brapa në bashkëshorten e Liridon Osmanit. Në 30 maj të këtij viti në Nacionale kemi publikuar një rast ku qytetari Liridon Osmani ka deklaruar që është sulmuar nga disa persona të maskuar e që ka dyshuar që janë Rahman Gërbeshi dhe Tahir Gërbeshi, të dy pra antarë të familjes Gërbeshi të njohur në komunën e Vushtrisë. Liridon Osmani ka deklaruar që sulmi dyshohet se ka ardhur pasi që i njëjti u kërcënu disa herë përmes telefonit prej antarëve të familjes Gërbeshi, e krejt kjo shkaku i një prone që Liridoni e ka ble në Vushtri. Sipas Liridonit, antarët e familjes Gërbeshi i kanë bu presion e kanë kërcënu veç për me u tërheq prej blerjes së asaj prone, por që Liridoni nuk ka pranu pasi që ka hi edhe në kredi për me ble këtë pronë në Vushtri. Prej Nacionales kemi kërku prej prokurorisë me na tregu se çfarë veprime kanë ndërmarrë deri më tani edhe a janë duke u kry hetime. Edhe prokuroria themelore në Mitrovicë na ka konfirmu që janë duke u hetu si të dyshuar në këtë rast për sulmin ndaj Liridonit, Rahman Gërbeshi, por edhe Tahir Gërbeshi. Tash djali i tij Tahir Gërbeshi, të premten me 13 qershor, të premten që e lan pas, Arianit Gërbeshi është arrestu prej policisë bashkë me një person tjetër të mitur, sepse po dyshohet se e kanë përcjell me një motor me 4 rrota bashkëshorten e Liridon Osmanit. Ajo ka qenë në vetur, ndërsa këta e kanë ndjek mbrapa me një motor me 4 rrota. Këta ka konfirmuar edhe policia, e cila ka treguar se i dyshuari Arianit Gërbeshi, 19 vjeçar, bashkë me një person tjetër të mitur me inicialet K.H, e kanë përcjell me motor me 4 rrota bashkëshorten e Liridon Osmanit pas sulmit fizik që u ka bo Liridonit. Pasi që policia i ka marrë informacionet, sepse bashkëshortja e Liridonit e ka telefonu policinë, ka marrë pastaj urdhër kontroll për me i kontrollu vendbanimet e të dyshuarve në këtë rast dhe janë arrestuar 2 personat e dyshuar. Policia ka konfirmuar që ky rast lidhet me sulmin që i ka ndodhur Liridon Osmanit më herët. Rast ky që tashmë është në prokurorinë themelore në Mitrovicë. Apo e kuptoni sa është siguria e qytetarëve në Kosovë që mund me pas punë me persona të tillë. Tash këtij 19 vjeçarit ju ka caktuar tash edhe masa e paraburgimit prej 30 ditësh nga gjykata, edhe të shohim se çka vendos gjykata kur vjen seanca për me marrë vendim ndaj tij. Liridon Osmani i patlajmërua edhe më herët disa antarë të familjes Gërbeshi në polici, që ka pranuar telefonata edhe prokuroria e ka konfirmuar që në 2 raste të ndryshme që i ka paraqit Liridoni, si për kërcënim, por edhe për shqetësim, se këta të Gërbeshve dyshohet që i kanë dalë edhe në rrugë Liridonit, pra i kanë bu presion, e kanë friksu, edhe prokuroria ka konfirmuar që në njërin rast që po hetohet është i dyshuar Rahman Gërbeshi, në rastin tjetër është i dyshuar Agim Gërbeshi. Prej Gazetës Nacionale kam dërgu pyetje në prokurorinë themelore në Mitrovicë për me pas se sa raste aktive i kanë në prokurori antarët e familjes Gërbeshi. Edhe prokuroria ma ka konfirmuar se në total janë 14 raste të hapura që janë aktualisht në proces në prokurorinë themelore në Mitrovicë, e në të cilat janë të përfshirë personat me inicialet APG, APG, TPG, IPG, KPG dhe IPG. Pra 6 antarë të familjes Gërbeshi kanë në total 14 raste aktive në prokurori, pa e përfshi këtë rast në fundit ku Arianit Gërbeshi e kanë ndjek me motor me 4 rrota bashkëshorten e Liridon Osmanit. Prokuroria i ka dhënë vetëm inicialet e të dyshuarve që i kanë këto vepra penale, ku sigurisht aty është edhe Tahir Gërbeshi edhe Agim Gërbeshi, ndërsa personat e tjerë po presin me i konfirmu se për cilat raste janë të dyshuar. Këto janë informacione që i kemi deri më tash, ndërkaq kemi me mbajtë të informuar rreth të rejave që ndodhin nga organet e drejtësisë në Vushtri, lidhur me dyshimin ndaj antarëve të familjes Gërbeshi. Mos harrojmë, antarët e familjes Gërbeshi njihen në Vushtri, ka pas aksione të policisë edhe më herët ku janë arrestuar disa prej antarëve të tyre, pastaj ka pas aksione të policisë në bashkëpunim me Uleksin, ku patën arrestuar disa antarë të familjes Gërbeshi, një prej aksioneve më të mëdha në Vushtri kundër Fajdës, pra jemi të folë për një grup të mirë organizuar edhe të njohur qysh moti për kësaj lloj vepra penale. Sa do të arrijë shteti me godit këtë grup të dyshuar kriminal, që qytetarët e Vushtrisë me u çliru një herë e mirë edhe mos me pas frikë në të ardhmen prej tyre, kjo i mbetet në dorë drejtësisë.